Një nga gjërat më të bukura për të cilat ti flet me shumë krenari është linja e kremrave Tomris. Tomris është vërtet fantastike. Të lumt. Faleminderit shumë. Si lindi kjo ide dhe ku do të shkosh ti me Tomris? Unë kam bërë një përzgjedhje shumë të mirë dhe testim prej shumë kohësh, gati 3 vite e gjysmë të produkteve. Prodhova 17 kategori në një nga laboratoret më të mirë në Itali. I kam testuar për kaq kohë, derisa në nëntor, pra para 5 muajsh, vendosa të lançoj vetëm 4 kategori të tyre. Është një brand totalisht i imi, i krijuar nga forca e gruas, për të cilën ai mbart edhe emrin, nga Tomris Hatun, që është femra e parë në historinë përpara Krishtit, e cila ka bërë të mundur rimarrjen mbrapsht të gjithçkaje që i morën pushtuesit. Dhe si një emër shumë i fuqishëm, kam vendosur ta ndaj si emër mbi emër dhe ta prezantoj. Cilat janë 4 kategoritë kryesore që ke krijuar? Është hidratuesi, është kremi anti-rrudh për zonën poshtë syve dhe rrudhat mbi buzë, që është një problematik e cila shumë e vështirë për të zgjidhur, qoftë nga filleri, qoftë nga mezoterapia, dhe më është dashur të shkoj përshtat një trajtimi alternativ, por shumë të dobishëm për gjithë njerëzit që kërkojnë tek unë ndihmë për të trajtuar këto zona. Është filler serumi, i cili bën të mundur një lloj shkëlqimi dhe jep një pllump lëkurës kur ti e aplikon, dhe Red Scorpioni, që ka qenë produkti hero, i cili përveç efektit të botoxit, që aktualisht nuk e përdorim, mund të bëjë edhe një trajtim shumë mirë të njollave dhe mini akneve në lëkurë. Akrepi kuq? Po, helmi akrepi të kuq. Ka ndonjë veti helmi akrepi të kuq? Ka peptide, një kombinim 3 peptidesh, e cila bën të mundur pikërisht tërheqjen? Po, ne kemi bërë edhe disa ndjekje të njerëzve që e kanë aplikuar përpara pas, dhe brenda një periudhë 3-4 javore kam pasur super ndryshime në tërheqjen e rrudhave kryesisht të ballit dhe të syve. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.